Miratohet financimi për ujësillësin e fshatit Podgorie në Bashkinë e Maliqit. Është ujësillës kanalizime Korç Shaha, i cili do të kryejë investimin përmes financimit nga buxheti i shtetit, duke bërë që rreth 4600 banorët e këtij fshati së shpejti të kenë ujë të pijshëm 24 orë. Është nga fshatat më të mëdha të Bashkisë Maliqit me rreth 4500-4600 banor. Investimi dhe projekti tashmë i realizuar nga ujësillës Korça, që është Shaja, që përfshin edhe Bashkinë e Maliqit, projekt që në konceptin tim të përfshi të gjithë rrjetin e brendshëm, depot, sistemin e pompave, linjën kryesore, një investim goxha i konsiderueshëm, i cili do të zgjidhë, besoj përfundimisht, furnizimin me ujë të pijshëm të fshatit Podgorie pa ndërprerje 24 orë. Një tjetër investim i pritshëm është edhe ujësillësi i fshatit Zvezdë, po në këtë bashki. Po nga ujësillësi Korçës do të realizohet edhe rrjeti i brendshëm i fshatit Zvezdë, një ujësillës i kërkuar prej vitesh. Besojmë që edhe ky do të realizohet brenda vitit 2024 si nga dy nga ujësillësat më të rëndësishëm dhe më problematikët në Bashkinë e Maliqit. Një tjetër ujësillës që ka nevojë për financim është edhe ujësillësi rajonal i Pirgut, i cili do të zgjidhte përfundimisht problemet me ujin e pijshëm në Bashkinë e Maliqit. Sipas kryebashkiakut Gëzim Topçiu, ende nuk ka një financim për këtë ujësillës, por pritet që së shpejti edhe ky projekt të shohë dritën jeshile.